خير من خلق الإله ومن ضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi sot inshallah në një playlist të re, në videon e parë të kësaj playliste, e cila do të trajtoj një prej pjesëve që kanë të bëjnë me gjuhën arabe, ose një prej lëndëve që kanë të bëjnë me gjuhën arabe. Më konkretisht, do të trajtoj atë që në gjuhën arabe quhet el-i'rab, të cilën në shqip si term jemi përpjekur ta përshtasim me fjalën analizë gjuhësore. Dhe libri që kemi marrë si referencë është libri që ju shikoni, i cili është pjesë e një serie me 30 vëllime me titull At-Tafsil fi i'rab ayat at-tanzil. Titull të cilin në gjuhën shqipe kemi përshtatur specifikimi i imët në analizën gjuhësore të ajeteve të shpalljes. Pra e thënë ndryshe, kjo si lëndë do të trajtoj çdo gjë që ka të bëjë me i'rabin ose me analizën gjuhësore të ajeteve të Kuranit, duke i zbërthyer fjalët edhe fjalitë të gjitha tek e tek. Dhe kjo na intereson për arsye se ndikon në nxjerrjen e rregullave prej këtyre ajeteve. Dhe ato rregulla më pas bëhen pjesë e lëndës së akides, e lëndës së fikut, dhe kështu plotësohet njohuria fetare. Si autor të librit kemi një grup prej 3 autorësh: Dr. Abdullatif Muhammed El Khatib, po ashtu Dr. Saad Abdulaziz Mesluh dhe Dr. Rajab Hin El Alush. Shtëpia botuese është Mektebetul Khatib, që në shqip përkthehet libraria ose biblioteka e ligjëruesit, dhe përkthimi i librit ka filluar në nëntor të vitit 2025. Pa humbur kohë, kalojmë te hyrja, në të cilën autori thot: Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab. Alhamdulillahi mustahiqul hamd ala tamamir rahma wa yunawwi'u an-ni'ma was-salatu was-salam ala sayyidina Muhammad al-kashif lil-ghumma wan-nasih lil-umma ibta'athahu rabbuhu bil-kitabil mubin liyakuna lil-bashariyati 'isma min dalal wa amanan min khawf wa ma'adhan ila khayri dunya wa husni thawabil akhirah. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Hyrja e librit. Falënderimi i takon Allahut, atij që meriton lavdinë dhe plotësinë e mëshirës së tij. Lavdinë për plotësinë e mëshirës së tij, që i shumëfishon llojet e mirësisë së tij. Paqja dhe bekimet qofshin mbi zotrin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që largon brengën, këshilltarin e sinqertë të ummetit. Zoti i tij e dërgoi me librin e qartë që të bëhet për njerëzimin mbrojtje nga humbja, siguri nga frika dhe strehim drejt së mirës së kësaj bote dhe shpërblimit të mirë të botës tjetër. Më pas thot autori: Wa ba'du farubbama kana lil-qurra ajaban an nab'atha himmatana ila tasnif sifr fi i'rab al-Quran al-Majid bi ajza'ihi min az-zaman wa an nahdifa ila irtikab tariq laysa al-gharad fiha yaqrub wa las-safaru fiha bimaqasid. هذا إلى أنه ضرب من التصنيف تراحمت عليه أقلام طائفة من الأولين وكثير من الآخرين، فالقراء أحقاء أن تتخلجهم نوازع الهمة وتساؤل: هل ثمة بعد ما قيل في هذا الباب ما هو حقيق أن يقال؟ ويقينا أن ذلك السؤال
وارد بلا جدال ولا بد في أمره من بيان تضح الرؤية وتستبين المقاصد فالحق أن إحساس الحاجة إلى مثل ما نحن بسبيله لم يكن نتيجة السامة وإنما هو من روافد الذهن التي اتفقت تحتشد به أن بعد أن كلما احتاجتنا تصفيح المتداول من مصنفات هذا الباب ضرورة من ضرورات المدارسة أو عرض لنا سؤال من طالب العلم إذ اجتمع لدينا من الملاحظ والمشتركات ما أيقظ في أنفسنا تطلعا إلى سهمة جديدة تكون تصديقا لما بين يديها فيما ترضاه ومهيمنة عليه فيما تعدل أن تستكمل أو تضيف. Përkthimi. Pastaj ndoshta lexuesve do të dukej e çuditshme që ne do të ngrem zellin ton për të hartuar një libër rreth analizës gramatikore të Kuranit fisnik. Në kapërcyell të kësaj kohe dhe të synojmë marrjen e një rruge ku qëllimi nuk arrihet lehtë dhe as udhëtimi në të nuk përmban qëllime të thjeshta. Kjo sidomos kur është një fushë hartimesh ku janë grumbulluar pendat e një grupi prej të parëve dhe shumë prej të mëvonshmëve. Prandaj është e drejtë t'i trazojnë mendimet e lexuesve pyetje dhe shtysa e kërkimit, a ka vallë pas gjithçkaje që është thënë në këtë temë diçka që me të vërtet meriton të thuhet, dhe me siguri kjo pyetje është e natyrshme dhe e pashmangshme. Dhe në këtë çështje s'ka dyshim se duhet një sqarim që të qartësohet pamja që të dallohen qëllimet. E vërteta është se ndjenja e nevojës për një vepër si kjo që kemi ndërmend nuk lindi nga mërzia, por është nga burimet e mendjes që vazhdojnë të grumbullohen brenda saj her pas here, sa herë që në shtyn domosdoshmëria për të korrigjuar atë që qarkullon ndërduar prej librave të mëhershëm të kësaj fushë gjatë studimeve, ose kur na paraqitet një pyetje nga një kërkues i dijes. Kjo sepse janë mbledhur tek ne vërejtje dhe çështje të përbashkëta që zgjuan në vetet tona dëshirën për një përpjekje të re, që të jetë vërtetim për ato që ishin para saj në atë që është e drejtë, dhe mbikëqyrse mbi to në atë që kërkon përmirësim, plotësim ose shtesë. Autori ka për qëllim të thojë me këtë paragraf që në këtë fushë janë shkruar libra dhe vepra të ndryshme edhe më herët, por se në përgjithësi ka qenë e vështirë për një kërkues të dijes ose për një studiues të mëvonshëm në krahasim me ato breza kur janë shkruar këto vepra, ka qenë e vështirë që t'i mblidhte të gjitha fjalët që janë thënë në lidhje me analizën gjuhësore të ajeteve të Kuranit, sepse zakonisht këto analiza janë paraqitur nga ana e dietarëve të vjetër për shkak të nevojës që ka pasur për shpjegimin e ndonjë ajeti në lidhje me ndonjë fushë të caktuar, për shembull me fikhun. Dhe ai autor që ka shkruar mbi to ka shkruar vetëm atë çfarë ka qenë e nevojshme për atë temë që ai ka trajtuar. Pra nuk ka qenë në qendër të vëmendjes analiza gjuhësore në vetvete, por ka qenë thjesht një mjet për të arritur një përfundim tjetër. Ndërsa në rastin konkret është bërë një vepër e mirë organizuar për ta mbuluar aspektin e analizës gjuhësore që nga fillimi deri në fund për gjitha ajetet e Kuranit, në mënyrë që kjo më pas të mund të përdoret në çfarëdo lloj drejtimi tjetër për arritjen e nxjerrjes së përfundimeve në lëndët e tjera. Më pas. وَلَقَدْ كَانَ وَكَلَّفَنَا أَن نُخْرِجَ لِلنَّاسِ كِتَابًا يُغْنِي بِهِ قارئه عما سواه ولا يغني غيره غناء وحق علينا أن نسوق على ما ذكرنا من البرهان ما يستقيم به الدليل وتستبين السبل فأما تحبي إعراب القرآن عند المتقدمين فهي عندنا أس الأساس وعمدة العمد وإلينا
وإليها أبدا مقترنا في كل ما عرضناه له من الإعراب فليس يخرج شيء مما أوردناه في كتابنا هذا من أصل من أصول المتقدمين بيد أنما حين عرضناها تبين لها حاجة المعاصرين إلى وساطة يبطئ بها تحصيل الثمرة وتذليل العقاف وذلك من جهات. Thot autori, dhe ne me të vërtet jemi përpjekur dhe jemi ngarkuar që t'i paraqesim njerëzve një libër, lexuesi i të cilit mos ketë nevojë për asgjë tjetër përveç tij, ndërsa asgjë tjetër nuk mund ta zëvendësojë atë siç duhet. Dhe është detyrë për ne që bazuar në atë që kemi përmendur nga argumentat, të paraqesim atë që me të drejtë përforcon provën dhe qartëson rrugët. Sa i përket mbështetjes te mënyra e të shpjeguarit të Kuranit sipas të parëve, ajo është për ne themeli i themeleve dhe shtylla e shtyllave. Me të jemi përherë të lidhur në çdo çështje të analizuar prej nesh në këtë libër. Asgjë nga ajo që kemi përmendur këtu nuk del jashtë parimeve të dietarëve të hershëm, ka për qëllim selefët. Mirëpo kur i paraqitëm këto çështje, na u bë e qartë nevoja e bashkohësve për një ndërmjetësim që e ngadalëson përvetësimin e frytit të dijes dhe e lehtëson kapërcimin e vështirësive, dhe kjo nga disa aspekte, dhe këto aspekte i liston autori më poshtë. Ndërkaq këtu dëshirojmë të përmendim diçka tjetër, që autori ka përshkruar këtu një pjesë të objektivit që ka dashur të arrijë, dhe ai është që me një libër të vetëm të mbulonte sa më shumë aspekte të kësaj çështje që po trajtohet. Pra që lexuesit mos ketë nevojë të lexojë shumë libra të shpërndarë, por të marrë një libër dhe nga fillimi deri në fund të mbulojë pothuajse gjithë fushën. Dhe në këtë lloj objektivi, autori përputhet plotësisht me atë që kemi për objektiv dhe ne me bibliotekën që kemi ngritur. Pra, nuk kemi dëshirë që të marrim sa më shumë libra të jetë mundur në secilën prej lëndëve, por përkundrazi, sa më pak libra duke mbuluar sa më shumë gjëra. Pra, ajo që duam të nxjerrim në pa është që jemi në një linjë me autorin në këtë çështje. Më pas. Aulaha أن مصنفات المتقدمين لا يكاد يستقل أي منها بإعراب كاف مستوعب لشتات وجوه الإعراب فمنتظم للآيات فرادى وجمل وإنما مدارها أمرها على إضفاء ما يراه المصنف موضوعا بالإشكال أو مثالا لتضعيف وجه أو نصرة مذهب ولذلك كان الاجتزاء بأي منها أو بعضها مفوتا لما وعاه غيرها من خير كثير وكان على طالب العلم أن ينقبها جميعا ليصل إلى قول جامع في المسألة الواحدة وأي له هذا. Së pari, veprat e dietarëve të hershëm rrallë qëndrojnë të pavarura për të dhënë një analizë gramatikore të plotë që mbulon të gjithë larminë e formave të i'rabit. Disa prej tyre rregullojnë ajete të veçmas ose në grupe, por baza e tyre shpesh është ajo që autori sheh si shembuj, modele, argumente për të përforcuar një qëndrim ose për të mbështetur një metodë. Për këtë arsye, kënaqja me cilën do prej tyre ose me një pjesë të saj e bën dikë të humbas ato të mira të shumta që ndodhen në të tjerat. Kështu studenti i dijes duhet i kërkojë dhe t'i hulumtojë të gjitha derisa të arrijë një mendim gjithëpërfshirës për një çështje të vetme e kush ja del mban kësaj. Pra ka për qëllim autori që sikur të mos ishte kjo vepër për të cilën ai ka punuar kaq fort, do të ishte shumë e vështirë për kërkuesin e diturisë që të arrinte të njëjtin qëllim. Pra kjo vepër është një mjet që e lehtëson shumë punën e nxënësve të dijes. Më pas. Wa-thaniyatu أن تحصيل الفائدة مجتمعة في أمر إعراب الآية الواحدة أو الآيات على النحو المتقدم أمر نائد بل لا يضير فوائد فثوافة العلاقة بين تنوع وجوه الإعراب وتعدد وجوه التأويل
في النص الكريم مشهورة مستفيضة، ومن هنا لم يكن الإعراب نحوا أبدا، ولكنه إلى ذلك مشغلة الفقهاء والبلاغيين والأصوليين والمتكلمين، وكل ممن وصلت أسبابه بعلوم العربية وثقافتها. Së dyti, thot autori, marrja e përfitimeve të mbledhura së bashku lidhur me analizën gramatikore të një ajeti ose të disa ajeteve, ashtu siç u përmend më herët, është një punë e vështirë, por nuk mbarojnë dobitë e saj. Kjo është për shkak të ndërlidhjes së fortë ndërmjet shumëllojshmërisë së termave të i'rabit dhe shumë kuptimësisë së interpretimit në tekstin e shenjtë. Kjo dihet gjërësisht, pra është e famshme si çështje. Për këtë arsye, i'rabi nuk ka qenë kurrë çështje vetëm gramatikore. Ai ka qenë edhe shqetësim për juristët, gjuhëtarët, usulistët, pra ata që merren me lëndën e usul fikhut, dhe për çdo që ka lidhje me shkencat e gjuhës arabe dhe pjesët përbërëse të saj. Më pas, wal ukhra anna mabna عبارة المتقدمين على الاختصار والنمط لأن المخاطبين بها في الغالب الأعم هم من أهل الصناعة ولديهم مخزون صدر علم بالمسائل وبلاغ للمصطلح. أما المخاطبون بعبارتنا في هذا الزمان فإن التفاوت رتب فهمهم، وربما وقف كثير منهم عند عبارة من عبارات القدماء لا يستطيعون معها حيلة ولا يهتدون سبيلا، فإذا كان ذلك ثبتت الحاجة إلى صفر هو منساق موثق في كل ما تضمنته المصادر المعتمدة من وجوه الإعراب في الموضوع الواحد ليكون قبيلا للآداب وجامعا لشتات الفوائد في عبارة دلالة لا تقع دون القديم سقوطا ولا تتجاوز ذرع المحدثين تورطا. Së treti, stili I dietarëve të hershëm mbështetet te përmbledhja dhe shkurtesa, sepse ata që u drejtoheshin ishin në shumicën e rasteve njerëz të fushës, të cilët kishin njohuri të thella dhe zotronin terminologjinë, ndërsa lexuesit tanë të sotshëm, për shkak të diferencave në nivelin e të kuptuarit, shpesh ngelen të bllokuar përpara një shprehje të dietarëve të hershëm, pa pasur mjetin për ta kuptuar ose rrugën për ta qartësuar. Kur është kështu, atëherë shfaqet nevoja për një vepër të ndërtuar me rend dhe metodë të sigurt, që përmbledh çdo gjë që kanë përmbajtur burimet e besueshme në lidhje me format e i'rabit për një temë të vetme, që të bëhet një mjet kulturor I dobishëm, I cili mbledh përfitimet e shpërndara në një shprehje të qartë, e cila nuk bie poshtë nivelit të teksteve të hershme, por as nuk I kalon kufijtë e lexuesve bashkohor duke u bërë e ndërlikuar. Në këtë pikë autori ka për qëllim të tregojë që veprat e autorëve të hershëm mund të jenë të vështira për të kuptuar nga ana e disa studiuesve bashkohor, edhe për arsye të mënyrës së tyre të shprehurit, duke qenë se ata kanë qenë të mësuar në komunikim me njerëz të një niveli shumë të lartë njohurish në ato fusha që ata kanë trajtuar dhe kanë përdorur shprehje që I përshtaten atij niveli, ndërkohë që niveli I sotshëm është pak më poshtë në krahasim me atë nivel për të cilin po flasim. Për këtë arsye, metoda e të shprehurit e dietarëve bashkohor në fusha të ndryshme është më e kollajshme për të kuptuar nga ana jonë në krahasim me metodën e dietarëve të vjetër, dhe jo se dietarët e vjetër kanë qenë më poshtë në nivel apo në përgatitje në krahasim me dietarët e sotshëm. Përkundrazi kanë qenë më lart, por se këto kanë qenë rrethanat që I kanë shtyr ata të shprehen në një mënyrë që për ne nuk është aq e kollajshme për të kuptuar sa mënyra e bashkohorëve. Më pas, أما ما كان من كتب المعاصرين في هذا الباب فمفعلها من الجهد وما هو حقيق يشكر، بيد أن فيها من الفوات ما
يقتضيه المقام وكان الأولى لو ضمت أن يوضح من يؤمن ولما كان يحسن أن يعتبر فلم يعتبر وحسبك بهذا التنبيه من فضل يدين به اللاحق للسابق وإذا كانت ممارسة القديم والجديد قد صرفت أبصارنا تلقاء تصور بينوءة مفارقة لكل ما تقدم فإن ذلك ليس بناقض جهدا سبق ولا غائض من ثناء عليه مستحق ولكن الشيء إنما يمتاز بحمله على ضده ونقيضه كما يمتاز بحمله على نظيره ورسيله. Thot autori, sa për librat e autorëve bashkohor në këtë fush, përpjekja e bërë në to është vërtet e vlefshme dhe meriton falënderim. Megjithatë, në to ka edhe mungesa që i kërkon vetë rasti, pra që janë normale për shkak të rrethanave që ne tashmë i përmendëm. Do të kishte qenë më e udhës sikur të ishin bashkuar që të sqarojë ai që beson, por ende s'ka qenë i aftë të nxirrte mësim. Ndaj nuk ka nxjerr mësim, kështu që mjafton kjo vërejtje si një merit që ja njeh pasardhësi paraardhësit. Tu ka për qëllim autori të thojë që pavarësisht që po harton diçka të re në këtë fushë, ndonse janë hartuar gjërat më të hershme, ai respekton ata që kanë qenë më përpara dhe ua njeh vlerën dhe mbi bazën e atyre është duke punuar dhe ka nxjerrë këto fryte që ka nxjerrë. Dhe nëse ushtrimi i së vjetrës dhe së res e ka drejtuar vështrimin ton drejt një përfytyrimi të dallueshëm, krejt të ndryshëm nga çdo gjë që ka ardhur më parë, atëherë kjo nuk përbën as mohim të përpjekjes së mëhershmeve, as zvogëlim të vlerës së saj të merituar. Por çdo gjë dallohet vetëm duke krahasuar me të kundërtën e saj, ashtu siç dallohet edhe duke krahasuar me të ngjashmen dhe të përafërtën e saj. Ktu e mbyll autori pjesën e hyrjes. Dhe po ashtu ne mbyllim këtë video duke i kujtuar shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. خير من خلق